O përshëndetje, mi të dashur. Unë nga në poshtë zoti, me lajmë Boglën, çfarë ofendimi na bën neve. 51% televizëve të vendosje, e ma mirë me thonë diasporës edhe mërgatës. Pa unë komiq, shkojnë e të diskutojnë bashkë e lutëm. Për 6 vite, edhe kur ashtë mbajt seanca solene për shpalljen e pavarësisë të Kosovës, Kuvendin e Republikës të Kosovës, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani nuk e kanë përmendur emrin e Hashim Thaqit, i cili është Arsyeja? shpallësi i pavarësisë të Kosovës. O, Milan Bogla, nuk ka shpallësi, o i lop, se për ofendoj lopën, është lexuesi i atij dekreti. Se në atë kohë konë Fatmir Sejdiu president, o duhet me lexu Fatmiri, po se kalon. Ose kryetari i parlamentit, sot se kalon. E ka lexu vetë, me zorë. Shkojnë me që. A mundesh ti me fol për 28 nëntore vitit 1912 pa e përmend Ismail Qemali? Po, mundëm, po zbonë se aje ka ngrit flamurin. Po vjen pita kush e pruni flamurin. Ajo është ngrit si flamurin. Kush e ka pru flamurin? Në Vlorë. Shkojna. Kjo ka ndodhë. Dhe tani këta Taliban, kjo garda revolucionare e Omeinit, rrjeteve sociale, këta që din vetëm me bo halakula talamula, njerëz analfabet, rrugaq, njerëz të cilët dolin me mëngjes të dehur në për Bahnhofen, në stacione, qohë në shaj në për rrjete sociale. Po ty, qa do të me të bo ty, te për s'po të bojnë, për sytë balët. A ti pse? Sepse na nuk him thes me ty. Çka meriton ti, na nuk him thes me ty. Po, ma mirë është me shku në Banov me pi, e me shku punë, me marrë me njerëz. Ma mirë me flenë Banov, me punu me njerëz, me marrë me njerëz. Së me marrë pare për servis. Me trahtu Kosovën, me shku me marrë pare për servis. Ta s'po thomone, po të këtë popli. Mi të dashër, mirë pafshëm.